Nuk I shoh në sallë, një për Ministrin e Shëndetësisë, Azir Aliu, Ministrin e Kulturës dhe Ministrin e Ekonomisë. Kërkoj që nga Ministri I Shëndetësisë kërkoj përgjigje me shkrim. Ministri I Kulturës ka paralajmëruar se nuk do të jetë prezent në sallë, ndërsa nga Ministri e Ekonomisë nuk kemi prezent, kështu që I lusim ministrat nga të tre ministrit për cilat u parashtrua pyetje nga deputeti Arina Hajdari që në momentin e parë të japin përgjigje me shkrim. Kur do të fillojë realizimi I projekteve të parashikuara në planin vjetor të Ministrisë së Shëndetësisë për Spitalin Klinik të Tetovës konkretisht? Renovimi dhe rikonstruimi I repartit të pediatrisë, renovimi dhe rikonstruimi I sallave operative, renovimi I repartit për kujdes intenziv, furnizimi me aparatura mjekësore përfshirë laparaskop dhe tilium lazer. Në ndy, pse konkursi për punësimin e mbi 150 punonjësve shëndetësor dhe 28 specializantëve ende nuk ka përfunduar? Kur parashikohet finalizimi I tij? A do të garantohet përsëri për punonjësit me kontrata në vepër të cilët kanë kontribuar për vite me radhë në funksionimin e Spitalit Klinik të Tetovës? Projekti për teatrin dhe bibliotekën e Tetovës edhe këtë vit është hequr nga prioritetet e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit. Vetëm 72 milion denar, shumë kjo që nuk korespondon me dinamikën e kontraktuar për pagesat 2021-2026. Shuma e përllogaritur për mbylljen e punimeve duhej të ishte rreth 1.5 miliard denar, ndërsa financimet për vitin 2025 të ishin 300 milion denar, ndërsa për vitin 2026 330 milion denar, dhe në vend që kjo të realizohet, për vitin e kaluar kishim vetëm 12 milion, ndërsa për vitin e ardhshëm kemi të parapara 72 milion e këto fonde janë minimaliste deri edhe qesharake. Një tjetër fakt është që deri në fund të vitit 2025, ky objekt do duhej të ishte I përfunduar dhe I dorëzuar. Në kriteret ekonomike, raporti I progresit për Maqedoninë e Veriut tekson progres të kufizuar, deteriorim të situatës dhe në disa kapituj kemi pa progres. A e pranoni që politika tuaja ekonomike kanë dështuar dhe a do të mbani përgjegjësi për këtë regres që po na nxjerr nga çdo tabel konkurruese evropiane. Në pikën e 4 ku përmendet largimi I investitorëve, duhet të theksojmë se tashmë 2 investitorë të huaj kanë paralajmëruar largimin nga vendi ynë. Gjithashtu kanë kaluar 2 vite që kur nuk janë paguar investitorëve kthimi I investimeve.